Përshëndetje fëmijë, fillojmë lëndën e abetares. Tema që do të zhvillojmë sot është emra. Në fund të kësaj ore mësimore, ne duhet të dimë të nënvizojmë në tekste të ndryshme fjalë që tregojnë emra kafshësh, të shkruajmë fjali me emra kafshësh, të grupojmë emrat e kafshëve në dy grupe sipas gjinisë. Kalojmë në veprimtarinë e parë. Rikujtojmë emra kafshësh që kemi mësuar në lëndën e abetares. Mësuesja ka përzgjedhur disa prej tyre: zhapiku, xidëllonja, zebra, keci, gjeli, kali, dhelpra, qukapiku, flutura, pata. Atëherë, këta emra ne do t'i ndajmë në dy grupe sipas gjinisë së tyre. Rikujtojmë rregullin: emrat që mbarojnë me a dhe me ja janë të gjinisë femërore, ndërsa emrat që mbarojnë me i dhe me u janë të gjinisë mashkullore. Fillojmë në kolonën e parë: xixëllonja, zebra, dhelpra, flutura. Shikojmë me se mbarojnë këta emra? Mbarojnë me ja dhe me a, pra janë emra të gjinisë femërore. Kalojmë në kolonën e dytë: zhapiku, keci, gjeli, qukapiku. Me se mbarojnë? Me u dhe me i, pra janë emra të gjinisë mashkullore. Kalojmë në veprimtarinë tjetër. Formojmë fjali me emra kafshësh. Ujku është mishnggranës. Luani është mbreti i kafshëve. Ketrit i pëlqejnë lajthitë. Ariun e ndihmoi miu. Dhelpra gënjen shumë. Ju mund të gjeni fjali të tjera me kafshë të tjera. Kalojmë në veprimtarinë tjetër tek puna me librin. Shkruaj sipas modelit. Emra kafshësh. Vështrojmë me kujdes. Shikojmë tek molla e kuqe. Kemi kalë, kali. Me çfarë mbaron? Me i. Pra janë emra të gjinisë mashkullore. Lepur, lepuri. Emra të tjerë duhet i plotësoni juve. Kalojmë tek molla e gjelbër. Lopë, lopa. Me se mbaron? Me a. Pra ne duhet të shkruajmë emra të gjinisë femërore. Dhelpër, dhelpra. Të tjerët duhet i gjeni juve. Kalojmë tek emrat e njerëzve. Burra, burri. Të cilës gjini janë? Të gjinisë mashkullore. Nxënës, nxënësi. Kalojmë tek molla e verdhë. Vajzë, vajza. Të cilës gjini janë? Të gjinisë femërore. Motër, motra. Kalojmë tek emrat e sendeve. Shikojmë tek molla e gjelbër. Televizor, televizori. Të cilës gjini janë emrat? Të gjinisë mashkullore. Laps, lapsi. Kalojmë tek molla e kuqe. Derë, dera. Janë emra të gjinisë femërore. Kuti, kutia. Kalojmë tek rubrika detyrë shtëpie.
Do të gjeni 10 emra kafshësh dhe do t'i ndani në 2 grupe sipas gjinisë së tyre. Do të vizatoni kafshën e preferuar dhe do ta përshkruani atë me 3-4 fjali. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim orën